vitesh, me kushte shtesë pafund, liberalizimi I vizave ndodhi. Nga 1 janari 2024, tashmë qytetarët e Kosovës do të mund të lëviznin pa viza në zonën Schengen. Pyetjeve shumë vjeçare para ambasadave e termineve u erdhi fundi. Dyert e Evropës u hapën për kosovarët që donin të shkonin ta vizitonin atë, e po ashtu edhe për shumë të tjerë që mendonin të siguronin një kontratë pune në një nga shtetet evropiane. Shifrat e largimit të punëtorëve nga Kosova duket të jenë alarmante. Rreth 130.000 qytetarë, të rinj dhe punëtorë kanë ikur në shtetet evropiane gjatë vitit 2024, që kur u bë liberalizimi I vizave. Kështu thonë nga sindikata e sektorit privat të Kosovës. Jusuf Azemi, kryetari I kësaj sindikate, thot për dokumentarin Expose se numri është dyfishuar nga viti 2023, teksa thot se shqetësimet nga ta janë paraqitur vite më parë. Nëse mas shifrave tona që ne kemi për vitin 2024, ne kemi shifra që mesatarisht kanë ikur rreth 130.000 punëtorë, ose më mirë themi të rinj dhe punëtorë nga Kosova, përderisa në vitin 2023 kemi një shifër cilën e ka lënë 60.000 punëtorë që kanë lëshu vendin e punës dhe kanë ikë jashtë. Po ne realisht është shqetësime, dikon kemi paralajmëruar para një 2-3 vjetër, sepse kemi ditë që liberalizimi do të ndodhë dhe kemi ditë që hapja e kufeve do t'jetë e mirë për punëtorët në mënyrë individuale, po do t'jetë e keqe për Kosovën e brendshme, sepse pse mund ta themi edhe këtë që shpëtimi I rinisë dhe shpëtimi I punëtorëve të sektorit privat në Kosovë është hapja e liberalizimit vizave, duke u nisë nga ajo që me vetë këtë hapje, pozita e punëtorëve të sektorit privat të Kosovës dikon mbi 80% të tyre është një pozitë më e mirë sa që ka qenë më herët. Sipas Azemit, sektorët më të prekur nga largimi I punëtorëve janë ndërtimtaria dhe gastronomia. Numri më I madh I punëtorëve në sektorin privat janë punëtorë të ndërtimtarisë, por megjithatë nuk mbesin edhe sektorë tjerë mbrapa, po megjithatë po themi prim punëtorët të ndërtimtarisë, po janë edhe punëtorët e gastronomisë dhe punëtorët e tipeve llojeve të ndryshme, të cilat po themi ndoshta në vazhdimsi janë ata të cilët kanë lënë një vakum shumë të madh në vend vakant në Kosovë, dhe ai që e kupton dhe ai që ka prekjet e ta, nuk ka kompani në Kosovë të cilat nuk kanë mungesë të punëtorëve, po themi të kualifikime të ndryshme. Ne e dim që ende kemi punëtor krahu që ka një numër bajagi në Kosovë, por megjithatë për punëtor të kualifikuar kompanitë janë jashtëzakonisht keq. Ndërsa Adhe Hykolli, kryetari I sindikatave të bashkuara të Kosovës, thotë se liberalizimi ka sjellë mundësi të reja për qytetarët e Kosovës, por gjithashtu ka nxjerrë në pas sfida që kërkojnë vëmendje të veçantë. Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti GAP, gjatë dekadës së fundit nga Kosova kanë emigruar mbi 338.000 qytetarë. Vetëm në vitin 2022 ky numër arriti në 41.553 qytetarë, duke ndikuar në zvoglimin e fuqisë punëtore aktive për 21.571 persona. Këto shifra tregojnë për një prirje të vazhdueshme të emigrimit, e cila mund të ketë implikime serioze për tregun tonë të punës dhe zhvillimin ekonomik. Ai thekson se sipas një anketimi të rinj kërkojnë mundësi jashtë vendit. Një anketimi I programit për zhvillimin të kombeve të bashkuara UNDP tregon se 35.6% e të rinjeve të moshës 16 deri në 24 vjeç po konsiderojnë largimin nga vendi në 5 vitet të ardhshme, krahasuar me përqindje më të ulta në grup moshat më të vjetra. Kjo tregon se të rinjt të cilët janë shtylla e së ardhmes tonë po kërkojnë mundësi jashtë vendit. Në mesin e shumë prej atyre që u larguan nga Kosova në vitin 2024 janë edhe 500 mësimdhënës. Kështu bën të ditur për Expose në kryetarja e Së-Bashkut, Vjollca Shala. Që nga liberalizimi I vizave për Kosovën, shumë mësimdhënës kanë marrë rrugën e drejtë të Evropës në vende të ndryshme, edhe atje kanë gjetë kushte shumë të mira, po edhe në të njëjtën kohë edhe punësim në për shumë shtetet e Evropës, në vetë profesionin e tyre, nga se thjesht farë ju duhet të mësimdhënësve lëndor që të shkojnë në një vend të Evropës është vetëm ta mësojnë gjuhën e atij vendi.
Çka përafërsisht, tani nuk është do shta shifër e saktë, por e përafërt, diku rreth 500 mësimdhënës janë larguar nga procesi mësimor në Kosovë dhe kanë shkuar diku tjetër në vende të ndryshme të Evropës. Qoftë për të punuar si mësimdhënës, po edhe duke gjetë veten edhe në për punë të tjera, nga se po e rregullojnë edhe mirëqenien sociale të tyre, po edhe të familjeve të tyre. Po në të njëjtën kohë, kjo krizë, e cila mendohet se mund të vijë shumë shpejt, çka do të thotë se sistemi arsimor në Kosovë në të ardhmen mund të mbetet edhe pa mësimdhënës të gjuhës tonë, gjuhës anëtare, po një krizë e tillë është edhe në shumë shtetet e Evropës, çka edhe në Evropë kemi një mungesë bukur të madhe të mësimdhënësve nëpër shumë shtetet të Evropës. E sa i përket shëndetësisë, gjatë vitit 2024 nga Kosova janë larguar 111 mjek. Sipas Flaurat Sejdiut, kryetari i Odës së mjekëve të Kosovës, numri është përafërsisht i njëjtë edhe me 4 vitet e fundit. 2024 kanë qenë 111 mjek, që përafërsisht do të thotë është mesatarja vjetore, pak ma ullë ndoshta. Një mesatare 120 e kemi në vjet për 4 vitet e fundit. Edhe do të thotë trendi është i njëjtë, nuk ka ndonjë ndryshim, përafërsisht aty që ndërën gjatë spoku 4 viteve të fundit. Po, ndryshimi është, do të thotë në 2023 kanë qenë 167, të cilët kanë marrë dokumentacionin për largim, disa janë largu, veç disa ndoshta dhe i kanë rapi shmonë edhe por se përafërsisht do thotë që ne kemi mujt me verifiku përafërsisht, se të gjithë e mojnë në antarësimin nodë, shumica prej tyne flasim, do thotë edhe në 2023 janë diku 130 që vetëm se janë largue, dhe nuk ka ndonjë ndryshim që mund të themi të lidhet me diçka zakonisht në viteve kur ka konkurse për shkollim specialistik, atë vit mund të jetë pak më i vogël numri, sepse presin mos po marrin specializimin, po vitin tjetër nëse s'ka ai vetëm se rritet. Kështu që përafërsisht është një trend i njëjtë, nuk ka ndonjë faktor i cili është duke e lëviz këtë numër që mund të piketohet. Sipas Sejdiut, liberalizimi nuk ka ndikuar në ikjen e mjekëve nga vendi. Jo, liberalizimi viza nuk ka ndikuar as pak, ka ndikuar në lehtësimin për me gjetë punë. Ajo është shumë e vërtet, sepse shkojnë, kontaktojnë direkt, domethënë kontakti është shumë i lehtë, jo vetëm përmes postës elektronike apo përmes ndërmjetësuesve agjencioneve të ndryshme. Dhe nuk ka një indikator që ka ndikuar për të rritur ky numër. Në anën tjetër, kryetari i Aleancës së Bizneseve të Kosovës, Agim Shahini, thot për ekspoze se në 5 vitet e fundit nga Kosova kanë ikur mbi 220.000 qytetarë. Trendi i ikjes së punëtorëve dhe qytetarëve nga Kosova në rritje është që nga viti 2020 dhe parafërsisht për këto 5 vite nga Kosova ka ikur më shumë se 220.000 qytetarë, kryesisht të aftë për tregun e punës, kryesisht me kontratat punës. Prandaj, kjo ikje masive dhe dëshirat për të ikë ende nga Kosova mbetet në trend të lartë, edhe në vitin 2024, edhe në vitin 2025. Vetëm brenda mujt janar, në ambasadën gjermane kanë aplikuar mbi 8.000 qytetarë. Prandaj, neve për çdo vit është duke u rrit trendi i ikjes së fuqisë punëtore të qytetarëve të vendit nga Kosova, dhe kjo është një shqetësim edhe sa i përket rritjes ekonomike, sepse do të bie konsumi, edhe sa i përket tatime, sepse ata nuk do të paguajnë tatime më në Kosovë, edhe sa i përket natalitetit, sepse shumica prej tyre do të krijojnë familje, ose kanë kriju familje dhe me familje atje do të shkojnë, dhe kështu se Kosova është në një situatë jo të mirë, të favorshme, me fuqinë kryesisht të re, fuqinë punëtore. Liberalizimi i vizave nuk kupton që këtu punëtorët mund të shkojnë
me viza pune. Vizat e punës janë vizat punës dhe ne po flasëm me shifra që ata kanë marrë lejet punës, do të thotë kontratat punës. Se liberalizimi i vizave nuk ka ndikuar shumë në ikjen e qytetarëve nga Kosova, mendon Tevide Imeri, kryetaria e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë. Problemi i ikjes së punëtorëve shëndetësor tash është po fenomen thuaj në Kosovë, po dhe në shtetet e rajonit gati, për arsye që për një jetë më të mirë dhe për një punë më të mirë, një punë më dinjitetshme, po i drejtohen shteteve të sidomos shtetet të Gjermanisë, shtetet më të afërta, drejt perëndimit, ku po paguhen dhe po trajtohen më mirë. Sa i përket liberalizimit, nuk menoj që ka ndiku aq shumë në ikjen e punëtorëve shëndetësor, për faktin se punëtorët shëndetësor kanë pas disa privilegje për shkak të kërkesave të mëdha të shteteve të perëndimit, domethënë kërkesa për punëtorë shëndetësor, prandaj kanë pasur procedurat më të lehta, sepse vetë kompanitë të cilat i kanë punësuar, kanë mundësu shkuarjen, domethënë edhe vendosjen në Gjermani të zonë shumë më lehtë. Po megjithatë, prap liberalizimi i hap dyert dhe mundësitë edhe më të mëdha për të punësuar atje. Ajo e sheh shqetësuese ikjen e punëtorëve që janë në një marrëdhënie pune. Sa i përket punëtorëve shëndetësor, kjo thash veç është shndruar në fenomen dhe ikja është e çdoditshme dhe shqetësimi jo vetëm imi, po i gjithë shoqërisë është që shqetësimi ikja edhe punëtorëve të cilët janë në marrëdhënie pune. Dhe kjo do të thotë shumë sepse për ata që janë të papunë veç dihet që janë në kërkim të një vendi të punës për ta siguruar jetën e tyre, edhe është krejt normale nëse kërkojnë, po është shqetësimi është ikja edhe punëtorëve të cilët janë në marrëdhënie punës dhe çdo ditë i lëshojnë këto institucionet e Kosovës dhe ikin në perëndim për të siguruar një punë më të mirë sigurisht, për një pagë më të mirë, për një trajtim më të mirë nga ana e menaxhmentit, për siguri, për sigurime shëndetësore, për plot arsye të tjera të cilat i detyrojnë çdo ditë me ikë punëtor shëndetësor. Sa i përket ikjes, ndoshta kryesore kish më qenë paga, po besoni që jam pak skeptike që mund të jetë edhe arsye kryesore paga. Për shembull, edhe te mjek, edhe te infermierët, s'po flas për stafin tjetër, nuk besoj që është kryesorja paga. Është edhe trajtimi jo i mirë, kushtet e punës, siguria në vend të punës. Por cilat janë arsyet që qytetarët po marrin rrugët e Evropës duke braktisur vendlindjen e tyre? Arsyeja kryesore është ajo sepse me pagat që i kemi na bile edhe me ata që kanë paga jashtëzakonisht shumë të mira, ti nuk mund të krijosh një familje dhe ti nuk mund të majsh një familje 4 anëtarësh, ashtu qysh është me rregull që të ketë një pagë për një familje. Realisht po e përsëris që po mos kishte qenë liberalizimi i vizave, edhe sot fuqia punëtore, sidomos në sektorin privat Kosovë, do të ishte e mjerueshme siç ka qenë më herët, por po themi fati në fatkeqësi është ajo që tani më njerëzit po zgjedhin se ku do të jenë më mirë, dhe nëse një punëtor joni ka dalë jashtë pas shumë viteve që ka punuar këtu, ai mund të mendoj për një martesë, mund të mendoj për një shtëpi të vetëm, përderisa ne edhe sot jemi, edhe nëse ka një pagë rreth 1000 euro, ai person nuk mund të mendoj për këto dy gjëra më elementare se si të veproj. Nga së bashku teksa flasim për arsyet e largimit të mësimdhënësve nga Kosova, përmendin pagat e ulta. Edhe para liberalizimit të vizave ka pasur një numër simbolik të mësimdhënësve të cilët kanë ikur nga vendi. Mirë po figura e mësimdhënësit më herët para liberalizimit të vizave, ndoshta edhe vitet para luftës, ka qenë një figurë shumë e respektuar nga gjithë popullata e Kosovës. Ndërsa tani këto akuza që padrejtësisht në vazhdimsi po i bëhen nga Ministria e Arsimit, punëtorit të arsimit, për atë, një prej fakteve është edhe kjo, mirë po edhe mirëqenia sociale e tyre është shumë e bresht në Kosovë e mësimdhënësit. Tani me ligjin e pagave mësimdhënësit ka një pagë shumë simbolike, ka shit ngritjes enorme të çmimeve të produkteve elementare për jetesë. Andaj edhe profesioni i mësimdhënies nuk është profesion atraktiv dhe tërheqës.
as për të rinjt ku një gjë të tillë e tregon edhe vetë Fakulteti i Edukimit, derisa për të regjistruar në Fakultetin e Edukimit vite më parë, ndoshta për një indeks kanë konkuruar 10-15 student, 15, kurse tani me vështërsi po plotësohet edhe numri i cili po është i nevojshëm për të regjistruar. Shala kritikon edhe qeverinë që nuk e ka pasur prioritet arsimin. Fillimisht mirëqenia sociale e tyre dhe e familjes së tyre ndikon shumë. Nëse një familjar, një krye familjar nuk ka mundësi t'ia siguroj vetë fëmijët të tij mundësinë për ta shkolluar dhe për ta edukuar në të ardhmen, ajo është më e rënda për një familje, për një krye familjar. Po edhe kushtet e punës, edhe vetë demotivimi i mësimdhënësve, punëtorëve të arsimit për të dhënë kontributin e tyre në vazhdimsi nga qeveria e Kosovës, ku secila prej qeverive të Kosovës në vazhdimsi që nga pas lufta çdo herë është thënë se prioritet do të jetë arsimi. Po me rastin e fitimit të zgjedhjeve dhe me rastin e formimit të qeverive, nuk është asnjëherë në asnjë qeveri e as në qeverinë paraprake që ishte, nuk ka qenë prioritet arsimi. Andaj ky demotivim i profesionit të mësimdhënësit në vazhdimsi krijon kushte në mënyrë që mësimdhënësit të ikën nga Kosova, diku në Evropë, nga se po gjenë kushte dhe mundësi shumë të mira për jetesën e vetë atyre, po edhe të familjarëve të tyre. E te mjekët është një trend që studentët e mjekësisë në vitin e fundit të studimeve të tyre nisin me kurse të gjuhës gjermane si përgatitje për të larguar drejt Evropës. Është shifra e lartë sepse sipas dhonave parafërsisht në vjet dikon diplomojmë 160, rreth 160 plus minus 10% në vit dhe do të thotë ne kemi mbi 60% apo 65% të mjekëve të ri që largohen, pasi që shumica prej tyre janë ata të rit. Ne kemi do të thotë dhona mjaft për organizatave të ndryshme të cilat bëjnë me dije, po edhe nga organizata studentore e Fakultetit të Mjekësisë, se dikon në vitin e 5 vetëm se fillojnë të shkojnë në kurset e gjermanishtës. Përgatiten që në momentin kur ata licencohen apo kryejnë të gjitha provimet e nevojshme që të licencohen, ata vetëm se janë të gatshëm me kurset e gjermanishtës të largohen. Kështu që ky është një numër i madh, duke pas parasysh që parapërsisht edhe për 3-4 gjeneratat e ardhshme kemi një numër prej 90 deri 95 të cilët të pensionohen. Dhe ne me njerë jemi në minus të tyre, duke pas parasysh se edhe zakonisht 10-15 prej mjekëve vdesin para kohës së pensionimit, do të thotë ky numër rritet dhe deficiti në numër të nevojshme rritet edhe më shumë. Plaurat Sejdi u përmend arsyet se pse mjekët po e braktisin vendin. Në momentin kur aplikojnë për dokumentin e nevojshëm për regjistrim në odat respektive, do të thotë kur është dokumenti i fundit për punësim në shtetet, respektive shumica prej tyre në Gjermani, ata plotësojnë një volontere, plotësojnë një pyetësor, që ne parafërsisht të dimë arsyet pse ata po largohen. Dhe arsyet kryesore janë papunësia e mjekëve. Ne kemi me qindra mjekë të papunë në Kosovë, mjekë të ri, të posatë të diplomuar, pastaj janë kualiteti i shkollimit specialistik, sepse është gjenerata e re e cila kërkon më shumë, është më kërkuese. Dhe e treta është paga. Dihet fare mirë se këta mjekët e ri e kanë pagën diku rreth 700 euro. Dhe kur kem parasysh se shumica prej tyre janë në moshën kur martohen, krijojnë familje, kanë nevojë për një shtëpi, ajo është e pamjaftueshme për ta. Dhe këto janë arsyet. Ndërsa Tevide Imeri përmend diskriminimin në punë e menaxhimin jo të dur si arsye që shtyn punëtorët shëndetësor të largohen nga Kosova. Kem edhe domethënë, si të them, një lloj familjarizmi, një lloj menaxhimi jo i dur. Domethënë, kemi diskriminim në për vendet punës çdo ditë, sidomos ne si federat që na vinë ankesat në vazhdimsi, dhe besoj që krejt këto e detyrojnë punëtorin shëndetësor që t'ikë dhe të gjejnë një vend më stabil, një vend ku më të vërtet trajtohet me dinitet, paguhet dinitetshëm, po dhe kushtet i ka shumë më të favorshme se sa këtu në Kosovë. Po mendoj që
edhe sa vite që kanë kalu mas luftës, prap shëndetësia nuk po është prioritet për asnjërin qeveri. Kështu që edhe kështu vazhdoj, edhe kështu është edhe sot, edhe domethënë krejt këto shqetësime, krejt këto probleme janë në bin kurrës të punëtorëve shëndetësor. Por çfarë po bën shteti që t'i mbajë mjekët në Kosovë e të mos largohen në vendet e Evropës? Atë dhe Hykolli shprehet i gatshëm për bashkëpunim për adresim të sfidave. Ne duhet të punojmë së bashku për të krijuar kushte që i inkurajojnë qytetarët tanë të ndërtojnë të ardhmen e tyre këtu, në Kosovë. Kjo përfshin përmirësimin e kushteve të punës, rritjen e pagave dhe krijimin e mundësive të reja për zhvillim profesional. Sekretari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës angazhohem që në bashkëpunim me institucionet relevante të punojmë për të adresuar këto sfida. Është detyra jona që të sigurojmë që qytetarët tanë të kenë arsye për të qëndruar dhe kontribuar në zhvillimin e vendit tonë. Kurse Jusuf Azemi kritikon shtetin që thotë se nuk ka bërë asgjë për punëtorët e sektorit privat që nga pas lufta. Shteti për punëtorët e sektorit privat të Kosovës që nga pas lufta nuk ka bërë asgjë. Je absolutisht vetëm sa ne në farë forme jemi eksploatuar dhe ne kemi punuar për të tjerët, sepse ju s'paku të dini që në opinion ne rregullisht kemi qenë aktiv, kemi kërkuar kushte më të mira për këta punëtorë, kemi kërkuar kushte ose kemi kërkuar që paga minimale të jetë nivelin ose po themi në sa është në rajon. Ne kemi kërkuar që as më shumë as më pak të implementohen ligjet dhe marrëveshja kolektive, duke pas gjithë këto, sidomos njerëzit që kanë bani përvojë punën në Kosovë, kanë pas që më këto nuk mund të vazhdohet dhe synimi është ikur jashtë. Pavarësisht një pjesë bukur e madhe për pas tërheqjes ose shkurjes vetë që kanë iku atje, kanë marrë dhe familjet e tyre dhe realisht kemi një gjendje ekonomike paksa më të mirë sa që kemi pas më herët. Ndërsa Sejdiu kritikon shtetin që nuk ka bërë asnjë hap që trendi i ikjes të ulet. Tash është 7 vjetë që e kemi monitoruar në këtë, domethënë nuk është bë asnjë hap më i vogël konkret që është i matshëm për me ndalu këtë numër, sepse mund ndërprej ky trend nuk mund në vërtet trend ndërzvoglohet, por të ndërpritet largimi i tyre nuk mundet, se s'ka mujt asnjë shtet, por se të zvoglohet numri i tyre që largohen dhe të zvoglohen apo të minimizohen arsyet, nuk është bë asgjë. Tash është 7 vite. Ne si organizat kemi dhënë propozime, edhe me shkrim, ministrave me ranë, po asnjëri nuk e ka bën një hap mirëfill për një gjë të tillë. Çështja e parë do të ishte ndjeshme, ishte punësimi i tyre. Nuk është çështja e hapjes së konkurseve specialistike për minal ata, sepse një pjesë e tyre edhe në momentin kur përbohen specializimin po largohen. Do të thotë është punësimi i tyre para kohës së arritjes së specializimit dhe kurzimi i specializimit me punën që duhet ta bënin në sektorin primar. Në anën tjetër, Tevide Imeri, si kusht kryesor që të ndalet ikja e personelit shëndetësor, përmend përmirësimin e kushteve për shkollim dhe kushteve të punës. Unë menoj që kushti i parë me të cilin do të ndalet ikja do të krijohet kushtet për shkollim personelit shëndetësor, për arsimim, kushtet e punës në cilat punojnë, pastaj edhe pagat patjetër se duhet të jenë të krahasueshme me rajonin, po krahasohet edhe me inflacionin që e ka përfshi vendin. Domethënë krejt këto infrastruktura, krejt këto janë faktorë të cilët besoj që kishin me ndalë. Mirë po edhe një trajtim më i dinjitetshëm, një ramje diskriminimit ose ulje ose më uheq krejt nështë është e pamonshme, më hjek familjarizmi, korrupsioni, gjitha këto në për institucione, besoj që punëtorët shëndetësor do të nalen, sepse nuk besoj që mundesh me dash një vend tjetër më shumë se vendin tanë. Edhe besoj që tu i njoft nga afër një pjesë dërmuese të punëtorëve, besoj që do të kishin qëndruar në Kosovë më dëshirë me një pagë më të vogël, por me një trajtim më të dinjitetshëm se sa po trajtojnë tani. Se çfarë do të bëjë shteti që të ndikojë në parandalimin e ikjes së mëtejme të punëtorëve nga Kosova, nuk dihet. Apo trendi i largimit do të vazhdojë për të gjithë ata që gjejnë punën e jetesën më të mirë në një shtet evropian dhe jo në Kosovë.